GE Investment SHPK vazhdon të mbetet një nga subjektet më të pazakonta në tregun e ndërtimit. Bilancet financiare nuk pasqyrojnë asnjë aftësi reale për investime, ndërsa lejet e marra janë ndër më të mëdhat në vend. Në dy shkrimet e para u dokumentuan dy linja kryesore, familja Shabani dhe rjeti i Gledis Çelos. Në këtë fazë hetimi shtrihet drejt ndërhyrjeve në procesin e lejeve dhe drejt verifikimeve të nisura nga institucionet e drejtësisë. Burimet të pamfletit konfirmojnë se projektet e GE Investment kanë hyrë në vëmendjen e prokurorëve të SPAK dhe të agjentëve të BKH-s. Strukturat e posaçme po analizojnë skemën e financimit të projekteve, kalimin e lejeve ndërtimore, përputhjen e dokumenteve fiskale dhe lidhjet e individëve të përfshirë. Kjo procedurë ndjek sinjalizimet e para që lidhen me mospërputhjen mes kapaciteteve të deklaruara dhe vëllimit të investimeve që kompania ka marrë përsipër. Në terren shfaqet një element i ri. Një biznesmen me ndikim të lartë në sektorin e lejeve të ndërtimit ka ndërhyrë për të siguruar lejet e GE Investment. Burime nga administrata dhe nga tregu i ndërtimit konfirmojnë se ky individ ka përdorur autoritetin e tij për të shtyrë proceset që i hapën rrugë miratimit të projekteve në Tiranë dhe Vlorë. Ndërhyrja e tij vendos një nyje të re në strukturën e rrjetit që mbështet GE Investment. Paralelisht në të njëjtin ekosistem biznesi, shfaqen individ të përmendur në dosjen e SPAK për skemën e inceneratorëve. Dokumentet e hetimit përmendin transaksione dhe bashkëpunime që lidhen me Otium SHPK dhe rrjetin e agjensive imobiliare ku operojnë administrator të Core SHPK, kompania tjetër e Gledis Çelos. A ekziston ndonjë mbivendosje mes kapitaleve të hetuara nga SPAK në aferat publike dhe financimit të projekteve shumë milionëshe të GE Investment? Lidhjet e Gledis Çelos mbeten thelbësore në këtë hetim. Çela është ortak në G3 Group SHPK për krah Gurten Papulit dhe Olger Priftit. Ky i fundit është kunati i Blendi Klosit dhe njihet në tregun e ndërtimit si personi më i afërt i një biznesmeni që ka kontroll të lartë mbi zinxhirin e lejeve dhe pronave në të gjithë vendin. Kjo lidhje e fut GE Investment në një rreth me akses direkt tek vendimarrja urbane, gjë që forcon dyshimet se lejet e marra nuk burojnë nga kapaciteti i kompanisë, por nga ndërhyrjet e këtij rrjeti. Prania e Eneas Pahiut, administratorit dhe njeriu të afërt të Gledis Çelos në rrjetin e Otium SHPK, lidh ndërtimin me marketingun imobiliar. Kjo strukturë bën GE Investment hallkën formale që mban lejet, ndërsa rrjeti rreth tij lëviz financat, ndërtimin dhe shitjen e pronave. Ky model nuk paraqitet në asnjë dokument zyrtar, por del nga përputhja e roleve dhe e lidhjeve të deklaruara. Në këtë fazë SPAK po verifikon disa pista e para lidhet me burimin real të kapitalit që mbështet projektet e GE Investment. E dyta lidhet me ndërhyrjet tek lejet e ndërtimit dhe me rolin e individëve të afërt me vendimarrjen. E treta lidhet me mundësinë që kapitalet e hetuara në dosje të tjera publike të jenë përdorur për financimin e projekteve urbano-turistike. Hetimi nuk ka përfunduar. Rrjeti i GE Investment nuk qëndron vetëm tek bilancet e zbrasta, por shtrihet në familje, administrat, në kompani të ndërtimit, në agjensi imobiliare dhe në individ me ndikim të madh politik. Mospërputhja me saj që kompania deklaron në QKB dhe projekteve gjigande që po ngre, krijon një terren që kërkon transparencë të plotë. Investigimi vazhdon. Follow the money.